Nuk janë vetëm profesorët shqiptar ata që kundërshtojnë propozim ligjin e ri të Ministrisë së Arsimit për arsim të lartë. Në këtë debat është përfshirë dhe ish ministri e Arsimit dhe Shkencës Renata Deskoska, aktualisht profesoresh në Fakultetin e Drejtësisë dhe nënkryetare e Komisionit të Venedikut. Duke komentuar draft ligjin e ri, Deskoska ka thënë se tezat se ligji aktual i vitit 2018 është fajtor që asnjë universitet i Maqedonisë nuk është ndër 1000 universitetet më të mira në renditjen e Shangajit janë të pabaza. Sa i përket propozimit të ri, Deskoska vlerëson se veçanërisht problematik është kushti i H-indeksit të detyrueshëm, pasi thotë se bëhet fjalë për një parametër që nuk varet ekskluzivisht nga kandidati, por nga sa herë punimet e tij referohen nga autorë të tjerë. Ajo që është absurde në projekt ligjin e ri që po diskutohet është se për promovim parashikohen kushte të vështira dhe në disa fusha edhe të paarritshme, si dhe kushte që nuk varen nga kandidatët. Për shembull, kërkohet një nivel i caktuar i H-indeksit, i cili përcaktohet nga sa herë citohen punimet tuaja. Pra, vendoset një kusht që nuk varet nga kandidati, por nga sa do t'ju citojnë të tjerët. Nëse kërkohen kushte, ato duhet të jenë të realizueshme nga personi që konkuron dhe jo të varen nga veprimet e të tjerëve. Ajo paralajmëron edhe për mundësinë e nepotizmit, transferit të stafit pa konkurrencë reale midis universiteteve. Sipas saj, në vend të përmirësimit dhe cilësisë, hapet një hapësirë për përqendrim të pushtetit dhe cënim të autonomisë së universiteteve. Nepotizmi, punësimi i fëmijëve të ashtu quajtur nga ministrja Janevska, familje doktorantësh dhe juristësh. Me shumë gjasa, ka edhe familje të tjera me ambicje për të punësuar fëmijët e tyre, të cilat nuk i përmend ajo. Transferimi i stafit nga një universitet në tjetrin. Kjo është një dritare e vogël për të plotësuar Universitetin Kirili dhe Metodi, me persona që nuk mund të kalojnë një konkurs të hapur, ku mund të konkurrojnë edhe të tjerët, duke u transferuar më pas pa konkurrencë. Kjo pranimin e konkursit publik dhe të hapur për promovim. Sipas Deskoskës, problematike në draft ligjin e ri është edhe zgjatja e mandateve të rektorëve dhe dekanëve me mundësi për zgjedhje më shumë se 2 herë. Sipas saj, duke u bazuar në këto fakte, nuk ka logjik të thuash se qëllimi është përmirësimi i cilësisë së arsimit. Kujtojmë se kundër propozim ligjit për arsim të lartë janë edhe profesorët shqiptar, të cilët reaguan dje duke nënshkruar edhe peticion, në të cilin u nënshkruan mbi 200 profesor.